Ngjarje rënd në Tiranë, 25 vjeçaria ndroi jetë në QSUT. Familjarët kallëzojnë ish partnerin e saj e kishte dhunuar. Kjo është 25 vjeçaria Gjuana Nikolli nga Lezhë, e cila një ditë më parë ndroi jetë në QSUT si pasojeve të helmimit me fostoksin. Pas ngjarjes, familjarët e saj kanë bërë kallëzim në komisariati numër 2 në Tiranë ndaj ish-bashkëshortit të saj shtetasit EF, duke pretenduar se ai ushtronte dhunë ndaj të res. Sipas burimeve në trupin e 25 vjeçares janë konstatuar shenja dhune. Në lidhje me këtë rast, policia e Tiranës e ka shpallur ish-bashkëshortin në kërkim për veprat penale, dhunë familje dhe shkaktim i vetvrasjes. Uniformat blu kanë ushtruar kontrolle në banesën e tij në Lezhë, por ai nuk është gjetur. Ndërkohë vjojnë kërkimet për lokalizimin e tij, pasi pritet merret në pyetje lidhur me pretendimet e ngritura nga familjarët e të ndjerës. Gjuana Nikolli jetonte në Shëngjin dhe kishte përfunduar studimet për drejtësi, po ashtu nuk kanë munguar reagimet në rrjetet sociale për vdekjen e parakohshme të 25 vjeçares, ku miqtë e saj kanë shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet për ndarjen e saj nga jeta.